Këtu, pranë kështjellës së vjetër të Rozafatit, shtrihet qyteti Shkodrës, një nga qendrat më të mëdha të Shqipërisë. Kjo është Shkodra e fillim viteve 50. Pikërisht që këtu nga kufiri i saj i Hani të Hotit, depërtonin në Shqipërinë komuniste ata gazetarë të huaj perëndimor që donin të zbulonin vendin e Shqiponjave. Ndoshta sepse kufint me Greqinë qenë të mbyllura, ndoshta sepse Shqipëria ishte ende një vend me linja shumë të pakta ajrore, Shkodra mbetet pika e vetme hyrëse për të zbuluar Shqipërinë. Në Shirok, uz liqenit të bukur të Shkodrës, ngrihet madhështor pallati i pushimit për pionierët. Të gëzuar dhe të lumtur rriten fëmijët tanë. Pas banjave të ujit, pionierët i pret një ushqim i bollshëm dhe i shijshëm. Natyrisht, këto janë pamje propagande, se Shqipëria është ende e varfër. Megjithse kanë kaluar vetëm pak vite nga ardhja në pushtet, propaganda është vënë tashmë në punë. Jo vetëm nga paraqitja e këtyre pionierëve që pushojnë të lumtur. Përpara se t'u jap bukë, partia u servir njerëzve ushqim shpirtëror.